Nga unë dhe Amarit do 8:05. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, do diskutojmë për ngjarjet e ditës, natyrisht do diskutojmë për politikën shqiptare, por edhe për Trumpin Amerikë. Çuditërisht, Amarildo, pavarësisht indiferencës që është formuar në popullin shqiptar kohët e fundit për lajmet e jashtme, lajmet për Trump kanë shumë ndjekshmëri, kanë shumë klikime. Nuk është ke kriju domethënë ide gabuar, por kundërzi. E di çfarë ndodh përpara ka pas ndodhur kjo gjë, për shkak që në panele ishte vetëm që ose erdhi Amerika do rregulloi këtë, ose u ashtu Amerika do dukte sikur për shkak shqiptarët ishin të interesuar se për lajmet e jashtme, por në fakt shqiptarët mund të interesuar sot. Dhe është shtresa më griqe janë të interesuar se çfarë po ndodh, çfarë do ndodh me këto, qofshin këto brenda Shqipërisë apo jashtë Shqipërisë. Shiko, njerëzit, analistët e gjithë thonë që jemi në një periudhë ndryshimi, siç ishin vitet 90 era komunizmi. Patjetër, po. Tashti jemi prapë në një nga ato thyrjet e historisë që historia nuk duhet prapë njësoj siç ka qenë në 30 vite që shkon. Ndoshta dhe njerëzit me instinkt ndjejnë këtë. Eksaktësisht. Këtë po them sepse unë e shikoj shumë qartë që piles tani mund të them që ajo për gjeopolitikën është akoma më do më njerëzit janë akoma më të interesuar. Po të shikosh për shembull mos harro se është një traumë, traumë që po ndodh në njerëzim, sepse për shembull 34 vjet jo në Shqipëri, po edhe jashtë. Do të themi një fakt interesant. Po. Edhe jashtë ka qenë një gjuhë komplet tjetër. Tani, tashi ajo po shkatrohet, po do të shkatrohet i tërë sistemi që ti je mësu të flasësh qoftë Amerika për Europën, Europa për Amerikën, qoftë ne për Europën, qoftë ne për Amerikën. Kur them ne shqiptarët, po them edhe italianët, po them edhe tjerë me radhë. Pra, në të njëjtën kohë kur thoshin që ata nuk janë si ne, pra që pjesa tjetër e botës nuk ishin si perëndimi, që perëndimi ishte Amerika edhe Europa. Brenda në tjerë gjoja vetëm se ishim që ishim në, kështu ato Google që u vashin, po sa menet keqe keni. Nëse ajo që po thoja është ajo që mos na zgjidhni fare, mos na diq iluzionet më. Jo, po them iluzionet e njerëzve. Edhe tash është ky shoku kulturor që është më i domosdoshëm për njeriu. Në fakt është tepër i domosdoshëm. Dhe njerëzit të shi, ata preka mos ta prek se është akoma e nxehtë për mua se s'po më kap truri. Më kupton se ishin ndryshe gërmat para një 2-3 muajsh. Që u shkrushin, ndryshe ishin fjalit. Tani thot ai 47%. Unë filloi të u bë me shifra. Nuk është më me demokraci, nuk është më me gjona. Filloi të ketë përgjinje gjoja. 25, 37. Po pra 10. Se ai kaloi nga termat, i kaloi në shifra. Ose për shembull, di çfarë për përshtypje? Sepse Trumpi e ka gruan po Ballkanase se babën ka pas kështu slave dhe do favorizoi serbët, se çoi një shokun rebel në Serbi 37% tarifën serbisë. Domethënë harrojnë që Trumpi është një amerikan shumë i mirë. Është yll për Amerikën. Kaq. Domethënë këtë kemi si u tha Gjermani, unë jam Gjermani tha me origjinë tha. Po keni sa ishte 38% në dy. Nuk e di se sa ja u futi, po më vëm, ju dua shumë thë, unë jam Gjerman vetë. Po ju e keni 42% thë sepse do ta paguni këtë. Se jam biri juaj. Jam biri juaj. Ishte jo, ka qenë një shprehje, jo ta fut. Po pra, kështu që harrojnë që Trumpi është një amerikan i shkëlqyer. Jepje me i dorë nipashit, kam pasur nga ajo, se jam nipash nga Gjermania. Po, jam nip Gjerman. Nga veriu. Se unë jam nip, po do paguni, nuk kemi nga shkoni. Kështu që më ka bërë përshtypje interesimi që kanë shqiptarët për Trumpin dhe ky qartësimi botës Amarido. E di çfarë bëri fakt pardje? Vjen pazanaku im nga Anglia, unë kam angles.
Dhe prandaj këto sqarinat që bën ti për Anglinë më kanë bërë që ta njoh më mirë baxhanakun tim. I ketë regjistruar të kujdes. E di, ja thash do ta them, do të përmend emrin në emision. Është me origjinë është gjerman, se edhe mbi emrin e ka tip gjermanik. Nga ata gjerman që kanë themeluar Anglinë. Po. Edhe më thotë, po me kishim vetëm unë e ai në shtëpi, Rudina kishte ikë bashkë me gotën, po bëni muhabet. Ore vonë natës. Tha, kalova thatë nga liçeni, tha, dhe pash varezat e aviatorëve tanë, tha, aty, tha. Po se keni vënë afër gjermanëve, tha. I thash, o si keni bën? Po ne tha kemi rënë, tha, kemi qenë në luftë me ta, tha. Si mund të vjen djemë të Anglisa afër disave që kanë dashur t'i vrasin dhe janë brarë me njëri tjetër. Pse ka varreza? Po pra janë varreza monumentale, varreza fiktive. Jo, pas kanë qenë dhe varrezat e gjermanëve aty afër çfarë? I kemi te liçeni. Të anglezë i kanë parë, po gjermanëve. Janë edhe gjermanë be ngjitur. Dhe ky ishte bërë keq. Dhe tha, ç'mund keni, ne kemi luftuar me ta, tha. Domethënë lene shtemi të ashtin e 80 vjetë, paqe, vëllezër, bëheja, të aty si dilte i nati para 80 vjetë. I thash, po pra, ajo gosht dhe aty, që ka thëmë ka një gosht të tjera. Eksaktësisht. Sa e kalon babi bi, që të kujtohen. Ty të kanë thonë për shembull që një gjë rregullojeni këto problemet. Po, se ballistët kishin një mendim ndryshe, kurse këto vorret na i teni larg neve. Po, ne kështu na thonë se ballistët. Po pra, se kanë qenë ca poetë aty mrena ke këto. Kurse ata pse si kanë quar në Gjermani, tha. I thash monumentale, apo nuk kam. E mira është. Po nuk ka për hudhin ai vend. Ti largojmë. Mi largojmë çik. Edhe i thash po shikoj, thash, ne kemi nocion tjetër, i thash, po ja të shpjegoj. Për shembull, neve themi që Gjermani ka qenë kalimtar këtu. Si ka qenë kalimtar një vit. Po këto tonët ku i vrallë. Këtu. Po a keni luftuar me ta? Po kemi luftuar, po kemi bërë gabime, thash, ka qenë kalimtar. Ashtu, tha, po i thash, a mund ta hedh këtë tezë në Angli? Do të të asfalton. Do të harron. Do të harroj jemi, no way, tha. Do të harroj jemi, tha. Nuk do ekziston, tha. Do zhduke ai që do përmend të tezën për shembull që me Gjermanë. Më pëlqeu, më pëlqeu kjo me sinqeritet. Jo, e di. Jo, llogarit ça. Por s'duam varrin afër. Nuk e do më. Plakën e varrit nuk e do. Ai dy fjalë ti ka thonë ty, po kush ato emaila ti ka çuar për vendin e veta. Ti sikur dali sara që pika e ke pasur se më duket se kanë dhe plan strategjik ato. E ta çojmë pikën e dytë, largimi i varreve. E gjermane nga angleze. E ke pasur të gjermanët do t'i shtym, do t'i çojmë. Edhe është njëri, domethënë është njëri që e do Shqipërinë, ka gruan shqiptare, ai thotë kur të dalë në pension dua ditë. Jo, e kam parë disa programe të tij shumë e dashuron në Shqipëri. Shumë anglez. E dashuron Shqipërinë, dua të vite jetoj në Shqipëri, të plakem në Shqipëri. Po varet e Gjermanisë nuk do. Jo, ata ty tha më hiqni përpara se të vi unë. Jo ka drejt. Dhe kjo më bëri, e di pse, sepse unë se kisha parë, a i ka qenë këshu, po unë tash i po e shikoj me këtë prizëm, e ke parasysh, kër pyta dhe a i tha që, tha, është bota ndryshë, tha, po jo po se para 80 vjetë, po mundi prapë që do luftojmë, prapë sa cili për, edhe më ra në mendje kjo, Amarido, italianët kur thonë, anglezët janë ndër të fundmit popull imperialist në botë. Bashkë me rusët, se edhe ata e kanë këtë. Po, anglezët... Janë dy kultura disi të ndryshme e rusëve me anglezë. Do më thonë, nëse do monim dy forca, sinqerisht dy kultura, të europiane, po të them, janë dy pole që s'kanë për të bashku kur, as në mënyrën si funksionojnë brenda vetes si popull, as në mënyrën se si shikojnë të tjerët. Dhe ky është një diçka prandaj e ndalova. Nëse kultura ruse është për shembull që pavarësisht çfarë feje ke ti, pavarësisht çfarë prejardhje ke njërin tjetrën, je okay, je mik, ne mund të bëhemi dhe miq. Po, ka 30 milionë po, jo, bravo, ne mund të jemi dhe miq me njëri tjetrin, ne mund të jemi miq vërtet shumë të mirë, pa
pa pas problem, sepse ky është rus e ti e Moldavë, që të thëmë ty. Kjo është kultura, sepse unë i kam njoft brenda Londrës, prandaj po them, do të thënë dy kultura komplet ndryshe shoqërore, dy ndërtime njerëzore komplet ndryshme. Kjo është fjala. Kurse këta është që, po, unë mund të pi me ty, mund të ha, po që të varet, kujdes, jo kujdes, si që themi ne kujdes. Ajo kujdes për atë. Se ne kemi kujdes dhe harrojmë. Bravo, ajo kujdes për te është për shumë që ose do vi dhe sinqerisht po ta shpjegoj. Dhe po t'ja përkthesh atij pastaj do të dalin kështu si të mund. Ajo kujdes. Jo, ka fillu më dalin të gjona, pra kujdes si një fëmijë më rëndë. Ajo kujdes që të ka thonë, në qoftë se ai kishte bën mend për shumë që do vite me 12 shtator, po ja fusim kot të këtij viti që të shpërngulën në Shqipëri, është 12 shtator mas 3 vjetësh, sepse e ke shqetësu shumë me këtë vorrë do të. Në shty 3 vjetët e, do nuk është i kujdes aq i vogël sa mendon ti është. Është pak i hapur, se në momentin që ai e ka thonë, ti ishi bindur që jo ishte i shqetësuar, kam sinqerisht ishte i shqetësuar. Tani po ta shpjegoj, në moment kam fitu luftën, në momentin që ai ka thonë, ai nuk ka lënë shqiptar pa shajt ka Europë. Në ai moment që ka pa, dezat ka argëtej. Deza ka thonë ty, domethënë. Edhe rrezik, po ta shikoje tonin në një nga format ka thonë, edhe ti e fajtori, po s'kam dalë ka liqenit, puna jote, gazetarja, aty dilçe. E vërtet është. E vërtet, pati një prerje, një lloj prerje. Prandaj po i shpjegoj. Pra, me anglezët mund të rish në tavolinë, mund të kalosh 5 vjet, 10 vjet bashkë, mund të martohesh e prapë si mik. Kështu është forma. E kanë shumë bukur. Sepse këta janë, të më thënë, mos ta kishin të formë nuk do kishin sukses në atë që bëjmë. Pra, mos timojmë njëri negativ tjetri pozitiv. Jo, është krijuar perandori të pashoqe, më të madhe në histori. Bravo. 35 milion kilometra katror. I dyti Xhingis-Khani me 20 milion kilometra. Po këta janë perandori e pashoqe në historinë e njerëzimit nga sipërfaqja e tokës. Edhe diçka tjetër Amarildo që më ka bërë përshtypje, është nga bisedat tona që kemi bërë, dhe këto janë gjithmonë në funksion të emisionit, po na vjen mirë të kujtojmë ca gjëra. Këto bisedat që bëjmë ne janë pikërisht të futen brenda psikologjisë që të kuptohet të tërë politika, të shoqëria se kështu funksionon. Mua më vjen mirë se vetëm tashti po fliten në Itali, që unë ata më ndjek më shumë. Vetëm tashti po flitet. Atë që ti e ka thënë para 3 vjetëve, që Anglia nuk është Londra. Anglia është Katundi kur del nga. Dhe këto thonë këta, anglezët nuk janë në Londër. Londra 44, sot e dëgjova atë shifrën, vetëm 44% pas nga anglezë. A janë kështu, do zgjedhim rishi si e ka ai. 44% e Londrës janë anglezë. Po, 44% e Londrës. Nuk të shpjegoj diçka, Amarildo. Thjesht edhe për të gjusë. Janë, për shembull, është unaza e parë, unaza e dytë. Londra është ndarë që pas unazës dytë janë anglezët. Pra janë pjesë e Londrës, por nuk janë brenda. Jo, zero, këtë shpjegohet. Bravo. Unaza, thoshte, është kufiri i Londrës me anglezët. Bra, kjo është e saktë. Kjo është e saktë. Po ai 44% që mos harro, se është ke pas kësaj unaze ose zonat të. Jo, më fal, nuk do të thash mirë. Londra jo e the shumë mirë mos ka 44% anglez. Po Londra nuk është angleze. Edhe për shkak të përqindjes, por edhe për shkak të mënyrës konceptit në qoftë se Londra për shembull është një qytet që pranon diversitetin edhe jashtë unazës madhe, aty fillon Anglia e vërtet. Ndoshta unë kam shpjeguar disi ndryshe në emisionet e tjera që do ishte mirë ta ripërsisje që të kuptohesh ata që më kanë dëgjuar përpara se si është e vërtetë dhe përse e kam thënë. Unë pata fatin që unë e kam shëtit Anglin gati me plumb dhe vendet më të pasura. Edhe ke parë edhe ke bërë analizën. Dhe vendet më të pasura. Por për shumë, sa del nga Londra, po të shpjegoj një fshat, që ta bëjmë më konkretisht. Kur futesh një fshat, a i thot, faleminderit që po hec me shpejtësi tullet. Ti si fut ke fshati akoma. Që në këtë moment është një intimidim, është një urdhër, po ta ma është një urdhër psikologjik që
si mund të them, është ndoshta më e rëndë se sa ai që thot stop, sepse në atë moment ti del racë inferiore, pra e ke parasysh pra ti nuk i takon, pra nëse do ecësh me shpejtësi, nuk e një shofer që ke ecë shpejt, po një qenie që s'bën. Si barbart me ta. Më kuptova më dhe prandaj po e theksova këtë. Pra brenda asaj fjale tash kur të kap polici nuk të kap më o zoti qytetar po të shpejtohet po. Ku të hullun ty? Kjo është bagazh. Dhe nuk është fjala fare ke polici, ëh? Po do të shpjegoj edhe këtë tjetër që të mbyllet kë. Nuk është fare fjala ke polici. Aty ndoshta s'ka nevojë për policë fare sepse në momentin që ai të shef shpejt, është çdo qytetar aty lajmëron policin. Një tar, një idiot, një scumbag, nuk e di se nga ka ardhur, na e hiqni nga qyteti, se ky do haj fëmijë. E gjenë ato pasaj, has fëmijë tipo që. Është interesante, ky moment po nxjerr në pah edhe mënyrën e vërtet se si ata i kanë parë emigrantët ose se si i kanë parë racat e tjera. Për shembull, kanë një shpjegim shumë interesant për skocezët. Do të thonë, basi pushtuan Skocinë, anglezët, të s'mund ta linin ta komandonte skocezi aty, edhe pushtuan e ju jepnin kështu guvernator në filan vend. Por Shkocia nuk u bë kurrë. Pak a shumë si na ka përdorur ne perandoria otomane, që na merrte pasha aty po ti Shqipërinë se bëre kurrë. Do të thonë, e kjo është një mënyrë shumë perfide perandorake për të. Dhe nëse ke është një kopje, Britania është një kopje e perandorisë turke. Është një kopje e perandorisë turke. Pra kanë studiu njëra tjetër, nuk e di se kush ka studiu kush. Turqit ishin përpara. Otomanët ishin përpara. Por si perandori. Sepse dhe luftën fakt anglezët e patën me otomanët, domethënë që rase perandori. Që bon ato një farë mënyrë, po sidomos në lindjen e mesme dhe ishte nuk para ishin dakord për rënien e perandorisë otomane në fakt. Tani un kam parë një moment që bëre mirë që më kundërshtove që dali ky moment. Në luftën e parë botërore, një kolonel anglez bashkë me të kuptohemi, ato brigadën e vet, arriti të organizoi palestinasit e sotëm, ato që sion mo nuk dhe ka ngell mu njëri aty, apo? Nejs. Po jo më thjesht, po pyta më burë për shoqni. Nejs. Palestinët e sotëve që ishin aty, i tha dëgjoni tha. Ju dha do luftoni tha. Ju shofin sot, pa. Jo, e më vjetë gjuna, do më thonë, mund më cilësojnë edhe sionist ka i herë. Po është një pahtare e di që më shkoj menja, e mamen që kemi bëjë emision neve, kemi bëjë emision shumë interesant që ti po flisje për ato kakaleca, jo s'quhen kakaleca, pelikana. Ne ishim prek Gjermën për pelikanat, e mamen, dhe thash, lak qoft, në brenda 2 vjetëve, ose 1 vitit, kishim vra 70.000 pelikan. Ne na kishim fshi është e pelikan. Do na kishim fshi nga harta komplet. Nuk do na pranote njëri as në kufi, as aty ku ndajnë kufit që të rishim me kom, as aty jo. 70.000 pelikan, sepse ato ishin dhe se që kanë dhe janë kështë rejtë. Një harabela. Bravo. Dhe gjithë bota pelikane, të pashpirë, plera, mundërina, si mund të vritën 7.000 harabela? Ju shikeni, ju zbogën. Se meritoni të queni njerëz. Kjo është. Jo 400 pelikanë me i trame, për shumë, me gjujt me 400 pelikanë. Le më zojsh pelikash, dhe kishim. Bravo, vezët. është njoni, po më është njoni, është, shif. Këse kemi një nga ato figurat e dhjerane që
para 90-s ishte dikush që e mate gjithë Tirana, Shqipëria në maj, mas 90-s filloi të hongër mut për kohën e ashme, tash si del pensioni e filloi shkru për vezë pelikanesh, dhe një nga këto që kishin bërë komunizmin, një nga krimet që kishin bërë komunistët, kishin ndru 3 vezë pelikanesh, kishin vënë 3 gurë, diçka, ja kishin zi vezët pelikanë dhe aty qate, dhe aty qanin unë mbyll të filmi, diçka ati, këto vezët. 70.000 pelikan, pra nuk do ekzistojnë. Ja. Për 6 vezët, që pas ka zi komunizmi, po ta shpjegoj ndryshe. Jo, po ne do kishim nxjerrë dhe janë 20 shqiptarë që do thoshin që hiqin i qafe se nuk mund të vritet pelikan. Mi le mu se i vrasur. Nga to që i ka shërbyer aty, të se i vrasur. Që ishte ben belerve të shi, belerat. Po, belerve. Mi letë se u e di unë ku i dhëm shqiptari. Do ma në e le negre, jo, ma le mu dhe beleze. E di unë se ku i dhëm se kom timin. I di unë se si i kreft, ta. Bravo. Pra, për 6 vezë që ja këshin zi pelikanit, ra komunizmi e gjithë thëmë, mos sartë mu ajo kohë. I ka zi, më kriminell nuk bëhen. 70.000 në është duke mbarët. Por, dalim nga jo. Çfarë bën këta? Një genialitet fantastik. Gjatë luftës parë botërore, se ajo perandoria otomane u shtrite poshtën. Roma e dytë? Dhe këta organizun, pra nuk ishin vetë se shkojnë, organizun këta qetat e këtyre forcave me premtimin që do mbaroj lufta e parë botërore dhe ju do merrni lirinë. Si kurdët, si kosovarët që s'kanë marrë patent. Nëse se e bëj gabim kur e shumë. Dhe se janë mjeshtrat kësaj. Dhe vërtet këta luftun e thyn dy shturkun. Kurdët akoma po luftojnë. Ato pun kanë ato aty. Për atë pun kanë lindër. As autonomi nuk ju japin. Ato ja rrod, ato qive kurdët kur t'i qojnë në sa të marrohen i qik ata Ukrajina, se të dhe pak aty t'i qojnë kurdët. Si ju duhet dhe toka. Me kapelet, kurse dhe atë kurdët e shketë s'din që mu boj, e bojnë komunist, veny. Jo, bravo. I vrasin. I qonë në luft. 3 heri ka që në luft Amerika që do t'ju japim shtetin, masakrohen atë shtet. Mësëm i ke atje të shumë. Sa të marrin Ukrajinës, di ke aty të luftu kundër Rusit. Leg që ke Palestina, sa të marrë këtë punë e kësa. Iran anglez, Iran turkut e thynë mes, dhe në momentin që ata erdhën, është me sinqeritet, e kam pa dokumentar, dhe një dokumentar shumë si në momentin që erdhën liderat, sepse sa bëshë qliru ajo pjesa Palestinës, kanë liderat do më thënë që do takonin përfaqësuesit anglez, i qarë atosën, si u qërkën. Dhe s'po vazhdojmë më historinë, pastaj se e bon Izrael e njën tjetën, që i shofim të ditë e lundra që shofim. Por, kjo ishte mentaliteti atyre, është i tillë, dhe është që të bëjtë të vrasësh veten me duart e tua. Eksaktësisht, dhe ai të vjek keq kur ti vret në tjetëri, i thot atë tjetërin vjek keq, dhe ti kur vret vetën, thot po më vjek keq. Por, për fazet tuja do vendosje ai. Dhe prandaj janë bërë perandori, pra është forma e tyre, nuk mund t'i thush usaj keq është pastaj mirë. Le të futemi një çik në lëkurën e tyre. Unë i simpatizoj. Ja shmasë e unë. I shumë, duat të njajnë, më ta. Më kupton, jo në pritë, se e di që kërcet i qik në ashtu. Jo në vrasjen e tjerë në zhdukën e tjerë, po tani, më falë, o zotri, po ti gjusna e shqiptarë me mbrojnë belerin, më burë.
kjo në Angli nuk mund të ndodhte më burr, se Beleri do kishte hangër qafën e patës me vakë. Bravo, po është politika e tyre që ti ke një sali, sepse për shembull. Po mirë, ma hajde t'ja u çojmë ne saliun, po se çon të saliun te ata. Po pra se ai anglezi thjesht më tha mua ato varret ati kishte larguar çiko burrë, se nuk bën ngjitur varret këtu tha. Ndërsa ti thua ai erdhi na bashkoi me Kosovën, që një mund na bashkoi me Kosovën, se gjysmën e Kosovës za çamrin thonë afare. Po thonë që na bashkoi ai, na E ke pa patent, po them. Po. S'ka tak. A kanë morë për fix, nuk e di. Nuk ka më për, më kuptoj, është dhimbje më të madhe, nuk ka, por nuk e ka. I gjë që nuk e ka, ajo është. Okej, kthehemi te Po kthehemi ke kjo, rrimi që ke kjo se më pëlqeu kjo puna Belerit. Beleri është një fund rrim që përdoret nga çdo lloj huaj. Domethënë kemi pas ne që kanë shërby Gjermanë, që kanë shërby Otomani, që kanë shërby Italianit, mi hiq këtë flamur, këtë angudoj. Po jo, po mirë, se Gjermani perandoria kështu po te greku janë. Ti shërbesh greku. Se miro i shërben Gjermanit perandorin, or burë Gjerman. I shërbeve Anglezit perandorin, or burë Anglez. O ti shërbesh greku. Pra, të më japësh vetëm 2 minuta ashtu. Okej, nëse do të fola gabim. Jo, nëse Anglezi boni koloni, pra bëri të djathtët, e djathtë angleze ishte çuna, kështu bëhet pazari, pra që në shkollë. Do shkoni të fusin luftë këtë me këtë, edhe pastaj ju, kush ngeret, do i vrisni ju. Por limi një që ta si president. Jo, guvernator, se mbreti do em gjithmonë mund të. Ashtu dhe. Kene, deri në 24, ne, me sinqeritet, do më thënë, si që kishim festat fetar, kishim edhe festat ku vinin pushtusit. Do në vi Gjermoni. Hallu, prap ke hallu. Neza to. Bravo. Pra e fillum nga turku. Sepse, pavarësisht humorit, nëse ti e mësu pushtim, se ne prapë erdhëm zotë tonë, a i 25 vjeqe në ka majtë, i ka qenë diktatur plerë, se am këto ishim vetëm ne, ishim u Shqipëria, u gjithë për Shqipërinë, kur pam që intelektualët tonë ishin racë e deformume, më këto ato doshin pushtus pa tjetër, fillum në të dalë me flamura për i jetë, e pe u mush venin flamur, s'kisha pa një aqë flamur, njetë, por po me fanela amerikane. Po dolëm, prandaj po thotë më që ne ishte një traditë, siç është traditë kjo e anglezit, ishte traditë dhe jona që me pushtu stri, për shumë imagjino, pse kujto ti se këta që kanë ngritë flamurët amerikanë. Nëse kinezi vjen nesër, nuk ngrenë flamurin kinez, dhe mas javë me ardhë rusi nuk ngrenë flamurin rus, po me ardhë i flamuri grek nuk ngrenë flamurin grek. Për ngrenë pa i shtu njeri. Po sepse prandaj po... 1% e popullsisë që ngrenë pa i shtu njeri. Po tani... O ti 20-50% e popullsisë sot mbron Belerin, më burra dhe shanë Ramën, pse Rama arrestoi Belerin, se duhet ishim më të matur, se ne ju i falsifikuam letrat Belerit. Beleri e pranon vetë me letra që është muti. Nga është dënuar për peshkëpin, ka qenë në ndjekje për peshkëpin, është dënuar për fyrjet simbole kombëtare, se të ka gris flamurin kombëtar. Jo më vllapse. Dhe për të gjitha këto sa theti është nderuar nga e djathta ekstreme greke dhe kanë bë eurodeputet, pra i kanë dhënë dhe atë trofen Belerit, pra ata që kanë e dyshim, i kanë dhënë trofen se ti e Volia Piroci fiksisht s'dumne. Ai si s'dumne. Pra i dhanë nuk ka pas Volia Pirot për 34 vjet me medalje. Ky është Fred Beleri, është Volia Piroti që Greqia i dha medalje. Të është ku s'do me pranu këtë është plerë. është i dhirë në tru, se ca janë pleja ca janë të dhirë në tru që nuk dhe adënën duhet me aufshisë, se kuptojnë më fare këtë punë, kus kuptojnë Shqipen është pjesa tjetër pastaj që bota i shoku, hap kanalin,
Nuk ka, po s'ke, po kuj që në hapë kanalin e kishim që përparane, kështu që, pra, asnjë grek, po ta marrësh, asnjë grek nuk thot që, Beleri nuk është për Vorjo e Pirë, pra nuk mund të mosh një grek, që thot Beleri nuk është për Vorjo e Pirë. Është Europian. Është Europian. Pra, në Greqi, nëse do më gjeni një grek, ma bini për balë që të thot, Beleri nuk është për Vorjo e Pirë, është për misit mirë, ma thot mu, unë të rishim komplet. Po, si flamur, këta kanë Beleri, të Vorjo e Pirit. Ndaj, por ai që vuni këtë Beler, nëse më dali gjë tjetër, lloj tjetër se kemi pas dulen që tash i çik si më im çefët, më i moderum. Jo, se i kanë heq fare se kanë problem. Ky partia më e madhe e opozitës, domethënë mbyllë brekësh. Po ne kemi qenë të parët që vërtet të parët që kemi thonë, me sinqeritet kemi qenë të parët që kemi thonë, dhe kemi thonë për para 2 vjetësh që biseduam dhe unë thash e vetë një rrugë që ka ngel Saliut është nëpërmjet Greqisë tani. Do të dorëzohet komplet Greqisë. Nuk ka asnjë lloj rrugë tjetër diplomatike për ai, domethënë që ai të vinë në pushtet. Dhe ai është tërësisht komplet i dorëzuar tashmë. Biles ishte një si më të them, le të themi protestë ose po i themi festim, nuk e di të çfarë diçka e, kur ata drejtuesit e kësaj flisnin që Vlora do bëhet greke, pra votoni partinë, si e ka kjo partia? Drejtat e njeriu. Jo, kjo e Salës, se çfarë do bëj kjo? E madhështores. Shqipëria madhështore. Që të marrim dhe Vlorën. Kjo është këtu tani. Është e filmuar. Pra nuk e çaj bom mo, e ke aty. Dhe nëse se kupton dhe këtë, ose do me kuptu, ose nuk thith. Mendoj që është gjithmonë ajo përqindja e popullsisë që e quante Gjermanin kalimtar, që e quante patjetër. Po. Sepse çfarë ndodhi? Italiani pruri zhvillimin. Tani këto të gjitha sepse popujt gjithmonë nuk mund vënë për faj, është çfarë ti ke bë. Për 34 vjet, sepse unë një gjë shumë herë që grekët na kanë ndihmuar neve, biles vjedhe Mitsotakis pa piktur, se këto pa turp shumë fare, që ne kemi një mu popullin shqiptar në vitet 90-91, kam një gjullë dhe ca greko-fëll. I kam pas shok me sinqe njërin sidomos, që e kam pas dash shumë, nga ana ime e kam pas dash shumë, si djalë, shumë djalë i mirë, dhe iku në Amerika e njën tjetën, edhe më doli haptas si grekofil që unë s'kam dalë një haptas, do më tha, jo s'kam dalë, bravo, me sinqeritet nuk kam dalë, jo nuk kam dalë se jam kamuflu, po unë e shoh që njerëzit brenda një shoqërie komunikojnë me një tjetër, do më janë okej, më kulturat ndryshme janë okej, janë vetëm pluse për një komb. Nga njoni merë petën, nga njoni merë flin, nga njoni merë, okej, ca i kena tonët. Bëhet ajo dreka, se du me e krujt prapër me atë. Nuk të vjen. Jo të flia, nuk të shanë shumë ata malok të thu, po aty të bugaç. Jo, ishte njoni tani që më apo u kap edhe me flin? Jo, u kap ishte në Instagram më duket, dhe e pash atë sepse ishte vërtet shumë i prek, dhe kishte fotografin familjare, dhe më si që është këshu e kështë të këthuj me këshu. Në profil, tash një dhe edhe ti ke drejt, vla, tash, më së zjatë. Pra, unë nuk jam shqiptar o madhë, më të qëmë këshu. I kuptoj, jam, po, që mos më cëno drejtat e mija, sepse jap dhe jetën për këtë, më falë, për këtë vend jap dhe jetën, por
Jo, mi shdu grekët, mi shdu qa janë, qoftë të romët, qoftë gabet, qoftë zëzakët që janë këni, janë pluse në një kulturë njerëzore që njeriu t'i duhet, sepse jemi njerëz rreth parë. Më kuptoj, dhe çdo lloj, dhe këtë e kam marrë nga Anglia, se ndoshta kam qenë më shqiptar o madh, po themi pas se shkoja në Angli. Dhe anglezët, prandaj po them që kanë kulturë dhe ke çfarë merr nga ata. Ati janë të gjithë kuzhinat e botës. Në gjithë kuzhinat, po se tyrën e kanë të vjerë. si? Fish and chips, nga i fish and chips ato u nisën të pushtu botën, këtu nuk ka. Bravo. Fish and chips, grata shu si qishin të pi më shumë sa ata dhe iki jo dhjefsha në te dhe iki në ndi. Ja futi shkoj gjejtë e Amerikën. Am këtoj, kemi së shumë Ti ma the mua që India para pushtimit anglez kishte 25% GDP-s botës? Po. 27 ose 28, eksakt. Pasta e ka të ndidhur për bukë gojë. 3-4% e GDP-s botë, gjithë ato biliona vetë mrena, se Indin, e ke vëzë si është ajo puna e truit njeriut. Kure përmeni një, ti nuk i fus njët men, të më shef i këshu, bilion njerëz, e ke gjatë, se kure thu Anglin, Anglia madhe, 30 milion. Një lagje e Bombay. Sa dhe bo Shargjiu, Jo, po thëmë se kërë mendoj bravo. 1 miliard e gjusë. 1 miliard e gjusë. Dhe pra, brenda Londës dhe ishte gjë fantastikë, ku flisja për shumë edhe me dhe kolegun tim, anglez, se në fillim dosha isha dhe unë i qikë shu tip raciste, edhe e tha shumë bukur, një gjo tha, po të shofës, këta kanë pru, gjithë se cili ka pru nga i gjo. Dhe prandaj tha, do në ecet për para, më kuptove, vje këtu tha, për shumë, vje një guzhin kineze, e merë një, le të themi, një europian. Po. O, i ndryshoj gjërat që si pëlqejnë nga po del një mrekulli tjetër. Kuzhina kineze në Europë s'ka lidhje me atë që bravo, dhe është dhe shembulli më ideal është tikka. Tikka është një ushqim indian, po i themi, por në fakt nuk është indian, është skocez. Pra kur shkoj në skocez. Jo, kur shkon indianët në Skoci, fillun me ato të vetat, kurse ai skocezi e zbuti, bravo, e zbuti në formën që i pëlqejt europianëve. Dhe ajo është më shitura e botës sot dhe është vërtet shumë e shishme. Pra ja u që gjithë ato. Prandaj mori famë, se po të shkoj, unë kam qenë në Kinë, kam provuar kuzhinën kineze, e provova 2 ditë, pastaj 1 muaj rresht jam shqep duke ngrënë hamburgera, pikante, e të mërë, përsa në Europë bravo, si shpo në flet ti, më kanë thonë dhe tje, se unë për shembull në një nga ato dëshira që kisha isha, të shkojnë Kinë për shembull për ato kuzhinën kineze, përdesa unë në Londër, jam vërtet partizan. Kush e di se si doja sa e mirë është atje. Për mua për shembull, vërtet është kuzhina numër 1 në botë, kjo njëshi dhe indiane 2, do më thënë, aziatikja dhe indiane për mua janë, por ka një që ma kundërshtoj, dhe një nga ide të thosha, të shkojnë Kinë, jo për gjithë tjetër, po vetëm për vejta, kam qenë në Kinë. Mos e përfa, je këtu në Londër e ke mirë, se ta kanë rregullu pak. Pra, i kanë thonë, dhe brenda Londës nuk unë thot njeri, nuk ka kulturë ushqimi këtu, nuk ka kulturë muzike këtu, se dhe muzikën që kemi sot, që ka gjithë botë, është part of Afrika, është part of lindja mesme, një tjetërën. Pra, bashkëpunimi është zhvillim. Po, këta, dhe mu qa më bën, Gjermanët unë i kuptoj si nazista, i kuptoj. Gullë sytë gjitha nej, letër e bardhë. Sa shujon, bjej djel
I 10 gjithë, s'ku gjithë, i bo. Dhe e kuptoj, do më thënë atë, se mund të hu pritë se mos na prishet kjo letra, mos na shkru njeri. Si janë kru. Kuptohet pak. Unë kam parë grek, që me sinceritet, do më thënë, jam afru në kuptimin që usa i mirë ky palestinezi, ose që të më dy indiani, po fakta i ka qenë grek. Do më thënë, ato featurat, ajo pjesa e lëkurës, bravo, pjesa e lëkurës nuk në gjanë fare për europiane. Dhe i lutem aty që ta shohin pasqyrën për para se sa të bohen greko-mdhej. Am kuptoj se të bohen si tip kështu nazista, sepse është i problem. Është problem, do vi Gjermani, do u zhduke fare pastaj. Do më thoni mu pse s'qave ti pastaj. Por ajo që po shpjegoj është që nuk, me sinceritet nuk e kuptoj këtë. Por e di çka kuptoj tani? Nga ana tjetër, çka kuptoj? Sa më i dhirë ti je si njeri, aq më shumë do ti tregosh botës ose do të ulësh kombet e tjera. Më kuptoj se për shumë po të morin Belerin. Qëllimi një tjetër, po nuk është the best looking që i thonë, nuk është gjoja më simpatike që mund të shohësh në ekran. Dhe imagjino ku të përgëdheli huj, thu, okej, t'ja dhjes rrasën këtu në shqiptarëve, se këta që kanë si unë të tjerët, okej. Pra, nga ana psikologjike e kuptoj. Me Belerin, qofse vinë vërtet nacionalistët, ata gjermanët, kur të ndizën si me ato Ukrajinasin, kur të ndizën drita, do të zogu po dhe ti që nke racist. Prandaj po thema më ido që është... Edhe ti e racist, edhe ti bëgje si racist, si nacionalist, sigur nuk vjenë kështë. Do mojnë mu, mësë do thonë, qa është ky, ku ti unë, jo përse të kemi pa në emision, qa, më vejnë mund si kotë. Me gjithatë, Amarildo, mua më bën më gjallë respekt. Pra ja kuptoj urrejtjen, nga ana psikologjike ja kuptoj urrejtjen këtyre, se janë më të dhirët e planetit. Do më këto lloj njerëz që nuk afrojnë njësimes të tjerëve. Me gjithatë, Amarildo, shiko, sado që të kemi i natë këto segmenta nacionaliste, për i quaj se. Unë jo më larkë se sa para 2 javësh kisha një zotëri burë, Vasil Lajo është presidenti intermedikës, zotri, në kuptimin po e pasha, po e ndoqa. Tani e ndoqa një kryevepër djalë, po e pasha, ndoqa, po. As nacionalizëm, as gjë prej gjë, do të thonë një njeri që ke qef ta kesh. Tani prandaj e bëra të pra, nuk po flas për grekët, unë po shpjegoj që pikërisht këta njerëz janë me probleme në vetvete, këta janë për spital. Po. Me sinceritet, sepse unë kam pas vërtet shok, kam vërtet shok shumë të mirë grek, që janë krenaq, janë grek, edhe unë jam krenaq që i kom shok. Ky video kisha thënë bukur, kisha thënë një këtij gjiguris, ki kujdesi kisha thënë se këta janë shqiptar me komsi greke. Në fakt ky është një koncept europian. Sepse kur kam qenë në Itali, italianët nuk e njohin komsin. Edhe kishim një problem në ato momente që grekët kërkonin që të vendose edhe komsia në pasaportat e neve. Dhe na kishin bërë një blokim në rrugën tonë drejt Europës. Do na me shku dhe në Europë neve. Dhe kur përpiqesh atja u shpjegoj italianëve, nuk arrinin ta kuptonin. Po pra, komsia italiane. Po jo, po se ju e keni shtetësi. Po shtetësia italiane, po jo, po se ju keni edhe Sud Tirolin, po e kemi Sud Tirolin, po se ja u vë njeri komësia Gjermane. Ka një rajon autonom të tyre, menaxhojnë njërën tjetën, flasin gjuhën, por në pasaport shkruhet vetëm shtetësia. A do me shkruaj shtetësi tjetër ti? Hypja kombe, i këta i vëndi. Het, italianët, që mund të jenë ndër kombet më të buta në botë. Po janë kombet më të buta dhe janë kombet përzierë, në vetë dhe italianë janë shumë përzierë. Po shumë përzierë, e fonë vetë. Bravo, po unë s'mund të të lejtë të bësh lomsh
Gjonë, do filloja jo po ma se unë jam marrë bresh, ma vë shqiptare, ti jo po shkosh u ke deti. unë jam arab, hypi këmbë tha edhe hik të vend. Me anije çakete. Mos e zgjat fare tha. Po. Jo anglez, se anglez. Po, edhe ajo ka qenë perandorim vetvete, a më kuptoj, edhe Italia ka qenë perandorim vetvete. Greqia s'ka qenë e perandori, ky është problemi, a më merr ti do me kopju i gjoj që e kam pas tjetë, edhe kultura, sepse u futa ka kultura greke dhe vërtet do më falin njerëzit, por është mos e vërtet. E famshme kulturë greke nuk ishte të bote fare me grekët që janë këtu. Me grekët që janë, nuk ka zero lidhje më burr. Aty kanë ngel, më fal, ka qenë një metropol, në mund të qymë kështu, ku vishin. Jo, ka qenë rrugë kalimi e pushtimeve. Pra metropol, po i them unë. Më kuptoj, pra një metropol ku gjithë kulturat u fuqin aty mrena që llojnë atë. E mban më ndamërido, nuk e di, a është në prallët e veriut Katalani. Po, Që themi ne. po. Katalani në fakt janë po e kenë edhe në prave, erdhi Katalani i të mërshëm. Në fakt janë katalanët. Janë katalanët, sepse kanë qenë mercenar shumë të zotë, nga rajoni autonom i Spanjës, Katalonja, dhe përdoreshin për të vajtur në ose për të bërë kryqëzatat, po nga njerë kryqëzatat i bënin ose shkonin në jug të Italisë janë dhe e merrnin anijet, ose i binin nga këto rrugë toksore dhe kalonin Shqipëri, Greqi, në të thashë. Këtë shpjegimin e bëri, është një të profesorët, si më thëmë, më të respektuar të botë, Roy Casagrande, nuk e di, ata kam dërgu dhe ty, është në SBA, dhe ai është marrë me historinë e botës në mënyrë më kryevepër që mund t'jetë më në historinë dhe çdo dëgjues për shkakun që na dëgjon, është mirë ta shikoj, është vërtet një çlirim i tërë, sa i merr dhanën psikologjike, pra nuk e merr historinë siç e lexoti në për libra. Por merr për shkakun, po flasim ezen për pjesën e Greqisë, ai thotë nuk është se ul grekët që janë aty, po shpjegon se çfarë u kriju në atë vend, pra u kriju një tuf kulturash brenda asaj dhe u quajt kulturë greke, po nuk ka të bëj fare, pra nuk është shqiptar o madhe që thotë ju grekët zboni, jo mor jo, aty do jenë diçka, jo më jeni kryevepër fare, dhe faleminderit për kulturën që u zhvillu në këto troje, po mos uni menç. Këtë në fakt e thonë vetëm edhe grekët vetë, përveç psikopatëve po profesorët, po më i kam dëgjuar dhe profesorët, po tani. Ti nëse shkon për shembull, un kam qenë në ku është amfiteatri më i madh i Lashtësisë, në Greqi Epidavros, kam ata, është diku 90 kilometra larg nga Athina. Kam qenë edhe te ku kanë ata qytetrimin Mikenas. Qytetrimi Mikenas në fakt ata e kanë muze, tjetër se është qytetrimi Fenikas, si më thënë, ka qenë një. Sikurse kultura dorike është një kulturë që vjen dorët, ata thonë që erdhën i pushtuan grekët dhe janë kulturë që vjen nga veriu, nga Dardania. Do me thënë, i fundit që ishte mbreti Bardhyl i Dardanisë, kjo është gjithë që i ka historia botrore, më kupton, i cili zakonisht pushtonte Maqedoninë dhe kalonte në Greqi, në Eladh, që i thonë ata. I fundit që e vuri ishte Filipin, teatrin e Aleksandrit Madh, se kishin si punë vasalësh. Edhe Montanelli thotë, kur thotë dorët ishin një shtatgjat bjond po t'i shofësh kulturat greke, nuk kanë lidhje fare me grekun e sotëm. Kupton? Këtë po i them Belerçka edhe këtyre domethënë. Sepse grekët edhe i lyenin pikturat dhe në bazë atyre, skulpturat. I lyenin dhe del që janë bjon me sy gjithë që nuk janë grekë e sotëm. Për shembull, dhe këta janë dorët që venin edhe vendosën kulturën dorike, nga kemi kolona dorike, dhe është kultura e fundit helene që neve njohim dhe pastaj që mori Romën e më theta. Por në një vend ku ty të pushtonin nga veriu,
pushtonin nga lindja, persët e kanë pushtuar disa herë. Kishe tregtinë e gjithë vendeve aty, se edhe kjo po punë vet. O shqisoj si do të që ta kuptojnë të kapërcenin dhe ta harinë. Ta kuptojnë njerëzit më bukur. Është si puna Londrës që anglezët nuk thonë, jo se Londra është angleze. Anglezët janë pa që thonë Londra nuk është kultura angleze. Janë të parët anglezët, pra edhe këta nacionalistët e smurt grek të kuptojnë. Vetë anglezët për Londrën thonë, jo, është një kulturë që ja vlet hash diçka, po nuk është kultura jonë. Është një mix kulturash që ndoshta është më e mirë se jona, po ne mbajmë ato tona, këto kanë ato të vetat, po shka me hami pjatë sul të jashtë atje. Është okej. Po jo. Po deri thua. Po. Të vini aty më ke rrethi, dhe ke rrethi ty. Kështu që dhe ose për shembull këtë, unë nuk jam ai që them u Pirro, ky Aleksandri i Madh është shqiptar. Nuk jam ai që them Aleksandri. Po çamë po ti nuk mund të thush që maqedonësit ishin grek. Bravo, ma more nga goja. Unë me sinqeritet, asnjëherë në jetën time, as si lloj bisede nuk kam thënë Aleksandri i Madh për shembull është shqiptar, sepse ky ka qenë siç merren ca. Nëna e tij ka qenë i lirë. Më fal të lutem që të më kuptojnë njerëzit. Do të dalësh fare kështu më jo nacionalistin. Po jo, s'është kjo më bëhet qefi, po nuk e kam përdesa unë nuk jam bindur për diçka, nuk e kam. Më kuptoj. Dhe por duke qenë në Maqedonia, se që më thonë dhe këta profesorët e më, okej. Dhe në histori, tash këtë po duat të nxjerrun. Në histori thuhet që ky Aleksandri i Madh pushtoi Greqinë. Dhe ka majt maqedonësit, e thonë vetë historianët grek të lashtisë, kanë bajt 100 vjet të pushtuar Athinën. Ka qenë garnizoni Maqedonat në Athinë. Tani, për ato që nuk e din fjalën pushtim. Bravo. E nëzora aty s'do të thoj unë dhe përpara. Në historinë shkruhet, maqedonësit mbajtën 100 vjet të pushtuar Athinën. Dhe një nga to ishte, do më thënë, në histori me sinqeritet, e kam pa nga gjithë profesorët, kur flasin për Aleksandrin. Nuk e kam parë që thonë, pushtun, le themi Shqipërinë, ose pushtun, që të mundë, se ndoshta kemi qenë pushtun në Maqedoni, por nuk është aty, e shkujt me masi vend, që jemi pushtune. Por për Greqinë është të pushtume, pra, ca gjona e në firmos aty, ca arë ja ka moraj, si mund të them, ja ka vjedhi poshtri, po, ca flori ja ka vjedhi, se ka shku në luft, aty, do më thonë, një farmase grek duhet ta kene qikinot, se i ka morë edhe arin, edhe ushtarët, edhe, am këto, pra, që të për një krasim, ne na pushtoi Gjermani, ne nuk ishim Gjerman. Po. Ne na pushtoi Gjermani, do kushdo që shet por. Se ka që thonë që bravo, kushdo që shet por që ka qenë nazist në atë kohë, nuk ke qenë se ke qenë i pushtum. Dhe ai të ka morë edhe të ka përplaset ka të mori arin, të mori. Bravo. Herri ti mori me gjitha, ti mori arin e këto gjëra dhe të mori dhe ushtarët për të marrë një pjesë të vetën diku anë. Është pushtus, nuk je Gjerman. Që ta kuptojmë. Ose më saktë, Gjermani nuk ishte shqiptar. Eksaktësisht. Ta kthejmë. Dhe kjo i bën, ne shqiptarët marrin zjarr kot nga një herë, kjo pjesa që do të është identik i lloj si të themin e tash, për shemb. Por kjo që Hitleri ishte shqiptar. Po, sepse erdhi nga pushtoi ne. Jo, është pushtim. Është pushtim. E njëjta gjë edhe për Epirin. Domethënë profesorët thonë që nuk kanë. Pastaj i kapen profesor Ceka që goj shumë bukur. I thashë, po mirë, i thashë se ishin më bëllus. Këto janë të shkruar në greqisht dhe në general i thonë strategos. Tha, po mirë, edhe emri edhe fjala presidenta, nuk është në Shqip, tha, është në latinisht, po kjo do të thotë që
ky Bajram Begaj është latin. Sepse e kena vu presidenti Bajram Begaj. Kështu është edhe fjala ministër. Prandaj nacionalizmi, domethënë prap shpjegohet edhe nga shumë profesorë që nacionalizmi është sëmundje psiqike, është pak sëmundje psiqike. Si mund të them? A dhe dashuria është tjetër gjë. Eksaktësisht. Mos ngrem gjë. Eksaktësisht. Nacionalizmi është pak sëmundje psiqike, sepse e ti çka ka ndodhur me nacionalizmin, jo nacionalizmin shqiptar, dhe as grekun, harroj këto. Në Angli këto, si mund të them, le të themi tip nazista, far right. Po, ta nuk janë nazista që të vi Gjermanit? Jo, ato du me pushtu Gjermania, ato është E pra... Pyeti çikate. Jo, e di unë shumë mirë. Bravo, jo kontrolloj çik të shetë, thuj, kam akeja të syni. Bravo, janë këto lloj tipash. Edhe i shohin edhe një diçka, i shohin me përbuzje. Tana nuk i zë gjumi, domethënë siç e kanë kombet e tjera që do faleminderit për bukën. Sa të bukur e për ke produkt të Volkswagenin, jo. Po, para gjumit për shumë të do të faleminderit për bukën e sot, më jep në jashtë nesër. Kurse besoj unë që 1% e jo e vogla ngëzën, o zot, do ma zhduk shatë Gjermania, do zhduk vetë. Edhe ata francez të lejtë. Po, edhe ato e diu se gatisun ato. Në zot një mëj qika duke pjesa e Gjermanisë. Edhe flet gjumë rahate. E vërtet është. Dërsa të tjerë si konsideron fare. Bravo. Më doli fjala jote. Tani, to të dy kanë merak të tjerë si konsiderojnë për njerëz. Ka për një grup nga këta. Betum, adënën, 30% Afrikan, fuck that shit! Dhe, që në atë moment që janë botë programe, për kanë qenë 10-15 vjetë përpar, me si që e të shi, do më dhe, edhe atë nacionalizm që kisha, e shduka komplet është një gjë. Ama i do flasim si të logikshëm bashka, për do të hudhë në ty. I thash vete, sepse shive këtë shokën dhash, adënën 30% Afrikan, 23% Kinez. Ju doli atyre, sa po s'kujton për ty, ishte kundur nga trote rasa. Në shkun me mua tje, po. Ta kësha fjallë, në më thënë këta, dhe tani të shifshe fityrat e këtëre se janë për YouTube, kush do t'i kontrollohet? Dhe këtu, dhe në Amerikë. Të shifshe fityrat e këtire, tani, ishte njoni që ai, do më thënë, gëzimi ati nuk ishte, si mund them, si që është i meshkoj normal, ne femën e bukur. Dy do ishin kur e vepër. E ke pasu kur ashtu, sidomos kur je i ri. A ishte dvrista. A ishte dvrista afrikana, dvrista në shqiptar, në gjurë. E këtë qatë? E më vëri për... 30% shoku. Më vëri për shtëpi edhe diçka e tyre, kur... për shumë që e ka pasur, këme që e kanë ministër t'jashëm të ashti. Familja ati e kishte bërë pasurin me traktin e skleverve. Jo, për këtë se kam problema do. Këtë se kam... Jo, ta kisha fjallën për këto tani, për këto. Ende, ama ka qenë dhe kryeministri, po s'pom kujtohet emri. Dhe ka ende plantacionet e veta në Gjamajka. Po ka qenë tregtar, familje të tij, Stërgjyshi ka qenë tregtar i madh skleverish. Po nuk e hedhin poshtë pasurinë ata, as Stërgjyshi nuk e hedhin poshtë. Që thon ka qenë. Ata tjerët. Ka qenë kriminal luftë, ka qenë. Jo, nuk e kam. Është për të ndërtu një kom prandaj thash, domethënë që Anglia i ka ndryshe nga. Mirë, shiko, grekët ndoshta edhe duan të imitojnë, po imitojnë shëmtuar fare më burr. Si? Duan të imitojnë Anglinë. Po e imitojnë shëmtu grekët. Po jo mas mund ta imitojnë ata, nuk mund ta imitojnë sepse. Ose unë do jam të pa imituar Anglinë. Tani, po nuk mund ta imitojnë në asnjë lloj forme, në asnjë lloj gjoje, nuk është një dono e përcjellim në qindra e mira luftra dhe mentalitet. Po të shkuash, ti thuash një greku, më bëj një kafe turke,
ai greku do të thotë, s'është kafe turke, është Eleniko kafe greke. Bravo. Po të shkush të thosh një anglezi, kjo është kafe shqiptare, ta ke provon. Jo kafe shqiptare, kjo është kafe madhështore shqiptare. Hap edhe një kafe ne këtu në Londër. Jo jashtë në razës dytë. Ja ndryshimi, prandaj po thash, po e the shumë. Por më duhet pagush se taksa, se më duhet të çoj ushtrinë në Finland. Kam ca punë për të mbaruar. Po, jo, nëse thot hajden Londër e një tjetër na më kuptoi dhe në fund fare ti konfisko lekët një gjë masi ke punuar 100 vjet, se thot një gjë ti na ka rrethë, se ajo në fakt kishte qenë dhe kafe turke. Po pra nuk edhe jemi fut në sherr me turqit. Jo, e kanë shumë me sinqeritet, për shembull. E di pse u zgjat Amari do të kjo dhe po të nga më duhet të zgjas edhe 2 sekonda. Është një kulturë që se ka asnjë në botë. Pra, tani më duhet vërtet të zgjatem. Për shembull, ata të thonë, do shkojmë ke një restorant italian, ose këtu për shembull e kanë ndërtuar si e kanë pasur romakët. Se ku dishim në anglisht me bokte, thonë ata, e ke pasur, kanë një tip modestie në shpreje që prandaj tash është më prandaj të thashë nuk mund të bëhet dot as shqiptari dot angles, as greku dot angles. Anglez është anglez, është perandorak. Edhe mënyra si të fletesh perandorak nuk të ofendo, domethënë mundohet mos të ofendo kur ofendimin e ke do ta mosh vesh ke shtëpia të nesmen, se më vesh as në tavolinjo. A keni poqa ju për shembull atje, ju keni edhe drita në Shqipëri. Po edhe drita lehtë, është futur drita lehtë e juve, është shumë bukur, shumë bukur. Po vje kështu, domethënë do t'i haj pi gjithë natën, mas 2 vjetësh. Sa ide, jo ti thua sa i dashur. Po pra, fillo po muhabet me këtu, sa bukur, sa mirë na pritën. Mas 2 vjetësh, po si ma tha mua e shumë. Por, shiko, unë nuk them të ta imitëm, okej, po heqim imitimin, po që duhet bëhemi të vetëdijshëm. Duhet bëhemi të vetëdijshëm se si ja kanë dalë 40 milion njerëz janë sot të grumbullojnë gjithë pasurinë e botës, të fusin në sherr kombet me njëri tjetrin, edhe të kenë prapë, e kanë rujtat perandori, Commonwealth-in që kanë. Tani, nëse njerëzit e morën që unë jam soft për sa i përket asaj, për shkak që nuk jam nacionalist, nuk jam ky idiot nacionalist, në mund ta them kështu, por që unë jam për veprime më shumë se radikale në çfarë po ndodh në Shqipëri, sepse po të shikojmë, domethënë ne kemi një opozitë tani, s'duam ta pranojmë, s'duam ta pranojmë, që kërkon të vinë në pushtet jo nga grekët, nga forcat më të errta që ka prodhu ajo Greqi. Po i ndajmë dhe i herë, nuk po vinë as nga grekët jo, që edhe kjo do ishte poshtrim për shqiptarët, se në fund të fundit jemi komshi dhe kur e respekto komshin, ku ti ma traditat tuja, unë maj traditat e mia, ti kur ke datlinin ti po të vi aty, kur kem datlinin unë hajde shoku, e ke përsysh qenë të ndrimet a emre këtu në budalliqeve, se por kjo forcë që ka pushtu qoftë edhe kishën ortodokse, dhe le ta majnë si dunë të kishës ortodokse. Ta majnë si dunë, ta majnë si dunë edhe miqtë e mi, jam më kuptove, sepse unë të shi, thjesht po i them që po veproni kundra Krishtit, am kupto, se po faleni kot, po faleni qytë, se në ferë keni për të shku. Ka që idiot jeni, në qofë se s'kuptoni që vërtet kisha ortodokse është fut në përthonjt e Greqisë dhe të forcave të errta të Greqisë, jo të Greqisë si komp, që dhe kjo do ishte gabim. Po jo, nuk po të them këtë, po të them në atë të errta që gjithmonë çdo hap që e bëjnë për
Me synim ekspansionizmi. Bravo, me syn ekspansionizmit. Dhe qofte edhe vetë spaku. Unë shof, nuk kam fakte, po që shof do më thënë, e tërë agjentura e errët grete e kemi tani gjatë gjithë saj kohë e kemi këtu. Dhe pse e kemi më të qartë sot se që kemi pas përpara tani, dhe nështë të se që kemi pas përpara 90-ës, është sepse tani ju ka ra dhe atyne, si më të them, bigja, është i gjohë që kanë një të vdekur në dorë, kanë marrë një të vdekur që duan me ngrejt aty, kështu që detyrimisht ju del fytyra. Nëse përpara këto vepronin politikën tonë, por nuk u dallonin, sepse Saliu s'ishte kaq i shumtuar sa ç'është. Dhe PD-ja s'ishte, nuk i kishte dalë ngjyra tamam si ç'është. Dhe këto u kamuflonin. Qoftë edhe ke pësoj, se mos më kujtojnë ku i kam pas influencat. Por tash ku do të marrësh një figurë të vdekur, një politik të vdekur, me njerëz të vdekur, sa dhe të rinjt janë të dhjerë aty, atëre detyrimisht do të nxjerrin këta, do të nxjerrin zbulut që është dora jote nga pas këtyre, pra dora greke nga pas këtyre. Dhe ky është si një dhe një që bëjnë dy. Ajo që kam menduar unë është që tashmë politika greke në këto 35 vjet për shkak të servilizmit tonë Jo, nuk është për shkak, do më falësh, të lutem tani, do më falësh vërtet që ndërpreva. E gjitha kjo është pasoj, sepse nuk dua ta ul as popullin tim, as se çfarë ka ndodhur, të kuptohet tamam populli. Në momentin që ke qenë për bukë dhe në momentin që Europa kur futi këta grek të pazhvillum, që këta janë pazhvillum për europian, nuk duhet jenë mrena Europës, ta duhet jenë matan Ukrajinës, me gjithë aty i ka vonë zoti, e kështë këthy në nëshën, në rejku. Sepse duke i dhonë Greqisë vëndin për në Europë, pra në qofë se pa 2 herë që është Europa, nuk ishte mësusi. I dhanë ata rolin e mësusit. Jo, bravo. Ato nuk përdorën rolin e mësusit, ato përdorën rolin e pimpit. Pra, çfarë i kanë bërë ato shqiptarëve me operacione fshesa, me ndryshimin e emrave, me ndryshimin e komsive, me pensionet që jepshin brenda Shqipërisë, gjithë kohën një shtet terrorist ndaj shqiptarëve. Dhe ka qenë vit pas viti. Kështu që u dhjefsha muna të mirësin, dhe ata që menojnë që po i them faleminderit për atë mirësin, aty, mu këta tavolina mirësisja u dhjefsha. Shiko, duhet them që në këto vite, pikërisht me këtë rol që u dha Europa atyre, shteti grek, i cili ka respektin tim për sa i fiksuar është ato objektivat e liga që ka ndaj nesh, ka qenë gjithmonë konsistent. Nuk ka lajthitur asnjë. E drejt. I kemi shkuar, ne i kemi thënë misia njën tjetër, jo, unë du ta gëdisur misin. Du vori e piri. Dhe sot ka krijuar vatra të infektuara të influencës greke që ti shiko që bën Berisha, shkon Takova, bëra, vjen kryeministri grek vepron si zot shtëpie. Tani e gjithë si mund të them ajo lobi grek është në Amerikë për Saliu, për PD-n. Vjen kryeministri grek, bën si zot shtëpia, në fakt zot shtëpia duhet ishte Edi Rama. Janë që gjitha këto që kanë krijuar një pozicion vasaliteti të Shqipërisë që neve nuk e ndjejmë, po shumë i fort nën Rogoz, dhe që do doj shumë vite që unë kam frikë se do doj mbi 50 vjetë për të ikur, influenza greke, ose në sakt kapja e Greqisë që në ka bërë Greqia, dhe Amarildo them që ka për të qenë ndër proceset më të vështira të shtetit shqiptar dhe kam frikë se do lëm
peng në një copë teritorin këtë mesele. Sepse kjo që po fillon me që ata e kanë shpallur, do krijojmë mbasi të marrim himarën, do krijojmë komunitetin e komunave greke në jug të vendit, tip Zajetnica serbe. Pastaj do kërkojmë autonominë. Tani unë nuk e di, me sinqeritet, unë nuk e di se kush janë që të vazhdoj e ti. Nuk du të kap atë. Unë nuk po di se kush janë më antishqiptar, janë këto grek të ashti, apo janë këto serb. Jo, me sinqeritet s'pa arrit kuptoj të ashti, këtë po të thoja. Do më thunë, kur ja shef veprimet, vetëm se s'ju ka ra momenti me bo terrorin serb që bon atje. Në qofse shqiptarëve të Kosovës edhe ju falet, sepse ashtu erdhi puna, më kupton, ju dha një pambarësi gjysmake. Po. Ne nuk na falet, se kemi 112 vjetë shtatë. No, në Shqipëri, jo më fare, zero, tani, neve zero. Nuk na falet. Dhe jemi në një gjendje të tillë që vjen Fred Beleri, bën kaposhin dhe Spaku shkon e të merr në burg, dhe unë nuk kam fe lidhje me madje, ndoshta po do ta dish ti, personalisht nuk kam pikë simpatie për Olta Xhaçkën. Personalisht. Zero. Bashkëshortin e saj e njoh vetëm si Tani Ferenca, se është ndër biznesmenët e parë shqiptar që është futur me çanta, ka ecur përpara njërin tjetrën, dhe vjen Fred Beleri dhe bën si zotëri dhe ty po të kërkon tashti që këta ti terrorizohen, pasi të ka fut një kryetar komune në burg, Gjergj Goro, dhe di pse është futur Gjergj Gora. Okej. Po ja them edhe për që ta dinë njerëzit. Gjithë fshatarët shqiptar kanë një AMTP, që është ajo ndamja e tokave që u bë me 7500 euro, e cila ekziston edhe në komunë. Dhe ty vjen edhe thotë, nëse unë marr një AMTP, duhet të shkoj kryetarit të komunës dhe t'i them, kjo AMTP-ja rezulton e regjistruar në komunë, është një formular A6 quhet, ai që e ka. Tajte, sot nëse ti do shkosh të pyesësh një AMTP, a është në komunë, nuk ta japin zyrtarisht se kanë frikë. Gjergj Gora të vetëm gjë që ka bëu që ka dhënë zyrtarisht. Po, kjo është me 7500 njerëz rezulton të formulari A6. Sot të shkosh se u ka hyrë të merri nga kjo punë që ka bërë Spaku me këtë. Gjergj Gora është në burg tash të fusin në burg. Gjitha kjo që po më thua ti, gjitha kjo që po thua dhe po e realizon në formë tjetër, po del pikërisht kjo që po them, që vërtet greku ka fut duhet dhe ke Spaku, dhe ke drejtësia dhe Po, nuk ja ka fut në fyt, e ka fut në stomak dhe ja ka kap fytin nga brenda. Dhe sot mora vesh që siç që ka bëu dhe një ashtu punë dhe hakerimin e për ca kompjutra, që të janë i gjojmë atë. Si a di krismë na e ka po vetë Spaku këtë punë, apo... Tani, po ishte problemi ishte që ishin dhe hakerim në disa telefona, që nga këto disa telefona, vaj lesh telefonit tim e Tedi Ramës, e PS-s, e PD-s, unë më shumë kam hallë në telefonave të këtyre të Spakut brenda. Pra, në telefon ti mund të gjesh lloj gjërash për të mbërë një shantazh. Po. Nuk e di jam kuptova. Dhe jo, thash. Po flas për telefonin e një profesorit Spaku. Pra, po them, më mirë bëj shantazh e Ramës në telefon të Ramës, se sa të mi bësh shantazh këti të Spaku, ti që të fut hekrat, nuk e di jam kuptova. Dhe këtë kam hall, le të dhënë aty po dhe që ta mbaroj fillin e bisedës, që këta kërkojnë tash ta fusin këtë i cili Ditziu ka paguar 3 herë, ka paguar edhe atë që i ka letrën me AMTP, edhe atë që pretendon që është pronar i tokës, apo më shumë vendosur ky. Dhe tash duan ta fusin në burg, pse e ke bërë këtë punë? Një maskarallëk i papar, dhe Spaku është bërë ushtar i Fredi Belerit. Dhe po mua nuk frikën e madhe e kam që si ka mundësi shteti shqiptar në çdo segment është kapur për fyti. Unë, Amarildo, kam ikur nga punë, më kanë pushuar nga puna në Ministrinë e Jashtme, sepse kam shkrime kundër ndarjes së detit, kundër varrezave të ushtarëve grek në Korçë, kishte arsin të vrarë, dhe kur më kanë pushuar nga puna, unë pastaj fitova gjyqet,
është interesuar vetë ambasada greke. A u pushova, as u pushova nga puna? A pushoj, as më pushoj ministri nga puna? Po, ka ardhur makina e ambasadës greke dhe me kësë kishte punë të protokolli, ka qenë një Benz klas E ngjyrë argjendi, sa mbaroi komisioni që më pushuan nga puna, unë dhe u di për falenderit kolegëve të mi komisionit që ishin kundra pushimit tim nga puna, dhe pro ishte ministri i LSI-s që firmosi, jo dhe sepse e kishte ligji atë që edhe në qofse komisioni profesionistëve s'është dakord pushohet nga puna, ministri merr një vendim kundra. Do më thënë, më kisen në kohë të Enver Hoxha. Po, jo më Enver Hoxha po të gjyqin me dëshmitar, dëshmitari kishte knu për qëtë. Në kohë të Enver Hoxhës, që të hishe një intelektual nga puna, duhet ishte gjithë ndërmarrë të vetë firmën. Nuk e ikte do të drejtori, kjo është fakt. Po pra, as drejtori, as shefi kuadrit, se ikte do të. Kjo është historia. Kurse këtu që e kanë ndryshe, domethënë, nëse gjithë gjithë profesionistët del një rrej mbyllje që as e ka iden, që është diplomacia, dhe unë jam pushuar nga puna për këtë punë, se kam qenë kundër varrezave greke, edhe kundër çështjes së vdetit. Aty të kam parë për herë pa në rrjetet sociale, domethënë aty të kam ndjek. Dhe kjo është një tmerr, Amarildo, se si është kapur nga fyti shteti shqiptar, dhe ty vjen të bërë. Dhe tani unë për këto nuk i quaj zgjedhje, me sinqeritet këto nuk i quaj zgjedhje, këto i quaj, siç e kam thënë, e mba mend emision e parë që kam thënë, rrëzimi i Saliut, ka qenë përzgjedh shumë përpara, është rilindja, është nderi që mundi bëj të djathtës, është rilindja e të djathtës. Mba mend tash është. Kam frikë se s'kemi traditë Amarildo. Tani, siç po e shikoj, domethënë dhe shpresoj që vërtet shqiptarët të veprojnë me tru, kanë një agron shehaj, kanë një ai si ka tjetër ky Pasha, kanë një tjetër e tjetër. Që gjithë nga kjo e djathtë kolaboracionistët. Jo, tani në këto vende është mundësi, domethënë nuk më duken, unë shoh gjërat pak mundohem të shoh më në thellë, shoh se çfarë dëmi mund sjelli. Siç e kam thënë, PD-ja është e strukturuar që në fillim, që me 2 prill në Shkodrës, është e strukturuar si bandë terroriste. S'duam të pranoj. Pra edhe unë ku ja kam thënë vonë, ja kam thënë një bandë terroriste, dhe kushërit e mi janë ke banda terroriste. Dhe njerëz të mi dashur. Ka qenë, të lutem, ka qenë konstruktuar e tillë dhe pavarësisht mbulesave që ka bë aty këtu me fjalët demokracie, leshe presh që ashtu. Tani po del në momentin që po ja kërkojnë një çik më hapur. E ke parasysh ato spionët e mçeft për shembull që kemi parë në për filma, që ka marrë rrogën ai gjithë jetën për ka qenë mçeft, aty i thot një gjë, thot do dalësh mes rrugës do vrasësh, po do më vrasin mua, po e pa për kështu është. Kështu ka dalë edhe kjo tani. Domethënë do dalë është e zbuluar fare dhe më e zbuluar se po nxjerrin këto zgjedhje, nuk ka qenë ajë në historinë 34 vjeçare tonë, nuk ka qenë. Tani si më e zbuluar se kaq nuk ka qenë ndonjëherë. Kjo aleancë me këtë, domethënë jo aleancë, nuk është aleancë. Aleat domethënë që je i barabartë, ky klientelizëm që kanë bërë aty domethënë është të mëshme. Dhe për çdo shqiptar të ndershëm, çdo njeri që vërtet e do atë dheun, që normalisht PD-ja duhet atë me shumë defekte. Tani normalisht PD-ja duhet kuptojmë këtë, se sa më kriminal nuk e bonon, se normalisht PD-ja duhet ishte pikërisht vatra e atyre zërave që thoshin e disush Muhamedi na duhet çamëria, jo më valla nuk duam biseda se na duhet çamëria. E ke parasysh? Dhe pas na dhan çamëria, hajse po i mori një pjesë tjetër. Se do më është vatra e këtyre lloj njerëzve. Pra është vatra e nacionalistëve në mund të gjumë kështu. Vatra që do thoshte jo varret e gjermanëve, po dhe të anglezëve nuk i duhet. Po, na merri me vete direkt në valixhe, ti jap shoku, ti udhë atje. Kjo vatra. Siç e bëri Ataturku, e di si e bëri Ataturku, kur i kërkuan grekët që të ngrihin barrezat e ushtarëve grek të rënë këto. Na ti jap shoku, thënë. Ja u hodhin në Janie, i shkarkoi në Pire, e mbushi Pireun. Po unë habitem si ngelen këta, se më duket se edhe Enver Hoxha sikur ja dha paketume. Jo, nuk pranuan ata. S'pranuan anglez me i mor? Jo, jo për anglez, për grek po flas. Enver Hoxha erdhi, ju tha që hajde merrni kockat. Shiko, Enver Hoxha në një farë mënyre
pati një aleancë me anglezët gjatë luftës së dytë botërore, me ndihmuan ata me Jo, ndenja bëresa, ato varreza të asaj kohe. po pra. Me stadion, ajo, jo varreza. Ai është varr monumental. Po pra, ai varr monumental, më duket se ka qenë para 90-s apo jo? Jo, s'ka qenë para 90-s, s'ka qenë para 90-s. Je i sigurt? Jam i sigurt. Unë them 90% ai ka qenë përpara tani, ka qenë përpara. I gjermanëve nuk ka qenë, bon. I gjermanëve s'ka qenë, kurse i anglezëve unë kam një mbi 90% se unë kam pas dalë nga liçeni, mbi 90% ka qenë pikërisht në atë vend, pikërisht koda ka qenë i anglezëve. Basta, nuk jam unë për zborin nga pola. Jo, prandaj po të them që në trurin tim, sepse mu dukte thjesht po i thras asaj, më kupton se nuk jam shumë i mirë në memorie, po i thras, bravo, po i thras asaj që unë ku shkoj atje u çudisja pak me këtë, thosha si shpjegohet. Kontradikt një armiq kaq të egër dhe janë barret. Bravo, kështu që 90% është kjo që them unë, që ato domethënë ai varr mund ta quajmë ose ai përmendore ka qenë aty. Po tani. Por ta thash, kjo djathtë, unë nuk e di, do kemi ndonjëherë një djathtë të tillë që ti thotë që gjithsesi funa meri këto çake dhe mos i shohim këtu. Unë ndoshta edhe këtë se du, po du që jo të aleatëve, jo. Tani, jo, edi në mund të qy kështu, unë du zërat brenda asaj partie që të thonë këtë, po t'ja zërat si ke. E di si që punë është e çuditshme. Ti e dim, ne e dim gjithë historinë, lufta që kanë bërë sovjetikët me gjermanët. Po. Ka në Gjermani, ka në Bashkimin Sovjetik varreza monumentale të gjermanëve të vrarë në luftën e dytë botërore. Ja më se besoj. Ka. Asun se kam besuar, po ka. Nëse do hysh do kërkosh në Google. S'ka të kueve. Mos ka të kueve gjerman. Jo. Se kanë pasur drithin Ukrainës. Okej. Madje edhe në Stalingrad ka. Okej. Por gjermanët nuk shkojnë aty të thonë që ne shkojnë me përvojtje aty, me kërkesë falje gjithmonë sa herë shkojnë. Na duhet të rezistojnë atë kongën. Edhe na falni, po të bëm të gabime tjetërën, sikurse në mos gaboj ka qenë Billy Brandt që ju ka kërkuar falje. Ose Konrad Adenaueri, më duket ka qenë në 56 një kërkoj falje. Që i lirua Robert, nuk i lironi Robert. Formulohet dhe je. Po hapnin kanal. Kishin të me po hapnin kanal. Jo, po i dhani... E diti jo një gjithë tjetër edhe ndër Hoxha, Robert Gjermanu 56 i ka liruar. Në duheshin tani? Në duheshin dha? Nuk ka dhe kollaj kanal. Qa thu... Po do shkullqim mushkonjën e tjetër, që kam pa, ca për mushkonjën, më leta mbyllim, natën sinqerisht. Natën. Na hate mushkonja dhëndri në burë 20 vjeç. Po. Natën e mirë. Natën.